Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti së bashku ministri në detyrë të zhvillimit rajonal Fikrem Damka mori pjesë në ngjarjen e organizuar në rastin e 23 prillit ditës së turqëve ku ishte hapur edhe ekspozita artistike nga shoqata e grave Orkide me rastin e 23 prillit të festës së komunitetit turk në Kosovë. Në këtë event ishte edhe ambasadori për Ballkanin nga Turqia Ahmet Jaguar, ambasadori i Turqisë në Prishtinë Sabri Tunç Angli, kryekonsulli në Prizren Xhelal Dojan e mysafirë të shumtë. Komuniteti turk në Kosovë është pjesë përbërëse mozaikut ton shoqëror dhe përbën një thesar të gjallë të trashëgimisë sonë të përbashkët historike e kulturore, u shpreh kryeministri. Në fjalën e tij ai përmendi figurat e shquara që kanë kontribuar në ruajtjen dhe pasurimin e identitetit turk në vendin ton, duke filluar nga Sulejman Brina, intelektual dhe një nga themeluesit e shoqatës kulturore artistike Dogru Jol, të këngëtarit Alosh Nosh e turkologun e njohur me përmasa ndërkombëtare profesor doktor Nimetullah Hafez. Për herë të dytë, meqense kam qenë edhe në vitin e kaluar, për të parë këtë ekspozit të punimeve të dorës, të grave të cilët botën e tyre shpirtërore për jetën tonë shoqërore e shndrojnë në vepër artistike. Në veçanti duhet të falenderoj zonjën Sevgi Kervan, e cila po e bën këtë organizim dhe e cila më tregoi për secilin prej këtyre punimeve që po e zbukurojnë edhe si vjet këtë takim të përbashkët. Kjo ngjarje po mbahet me datën 23 prill, pra në ditën kombëtare të turqëve të Kosovës, dhe nuk është vetëm fest, por njëkohësisht është edhe veprimtari, është edhe krijimtari, ku është elementi i dashamirësisë e i miqësisë, por edhe ai i estetikës, pra i bukurisë. Kur i shohim bashk flamujt e dy shteteve tona, Republikës së Turqisë dhe Republikës së Kosovës, krah njëri tjetrit, natyrisht që simbolizon miqësinë, partneritetin dhe aleancën e fuqishme që kanë Prishtina me Ankaran, Prizreni me Stambollin dhe Republika e Kosovës me Republikën e Turqisë. Në këtë mënyrë ne e ruajmë kulturën dhe e bëjmë atë artistike për neve që jemi artdashës, por edhe për të gjithë qytetarët të cilët kanë kënaqësinë e të vinë ta vizitojnë. Ju përgëzoj për këtë organizim dhe ju faleminderit për këtë mikpritje të ngrohtë. Ai gjithashtu veçoi edhe artistët, shkrimtarët e publicistës si Sevim Baki, Arif Bozhaçi, Osman Bajmak, Ethem Bajmak, Hasan Merjan e shumë të tjerë që për brizat të tërë kanë pasuruar jetën kulturore dhe kanë qenë përkrahas të bashkëjetisës dhe të bashkëpunimit ndërmjet shqiptarëve, turqëve dhe komuniteteve të tjera së bashku në Kosovë. Teksa i uroi komunitetin turk për këtë festë të rëndësishme për ta, ai kujtoi se kjo ditë 23 prilli është gjithashtu një datë me rëndësi të veçantë për Republikën e Turqisë, sepse është dita e themelimit të Kuvendit Kombëtar të Republikës së Turqisë në vitin 1920, që shënohet si ditë e sovranitetit kombëtar dhe ditën e fëmijëve. Orkide Kadınlar Derneği her defasında farklı bir faaliyetle bizlere farklı sunumlar ortaya koymaktadır. Kendilerinin ve yönetim kurulu ve üyelerinin başarıları her seferinde bizleri memnun ediyor. Bugün bayrak, ay yıldızlı bayrağımızı çeşitli kadının el sanatıyla şekillendirerek karşımızda görmekteyiz. Bu bizi ayrı bir mutlu ediyor. Bayrak hiçbir zaman Kosova topraklarında eksik olmadı. Hepimizin evinde her zaman bayrağımız bulundu. Bunun en tipik örneğini 1999 yılında taburumuzun Kosova'ya gelişinde bu kadar Türk bayrağının nereden çıktığını herkes hayretle karşıladı. Bu özel sergi kadınlarımızın yaratıcılığını, emeğini ve sanat yoluyla kültürümüze kattığı değeri gözler önüne seriyor. Ay yıldızın ve Türk bayrağının kutsallığı ile kadının estetik dokunuşunun buluştuğu bu etkinlikte panama, kanaviçe, dantel, filigran, keçe, ahşap oyma, ahşap yakma, iğne oyası,
gibi geleneksel motiflerden rölyef, resim boyama, çizim, aksesuar, takı gibi modern tasarımlara uzanan geniş bir yelpazede hazırlanmıştır.